Pensionet në ndërkohë me përcjell deri në 6 muaj granjën e Jo, në testit. qoftë se është retencë e testisit, nuk ju kisha preferu. A prandaj po të pyes. Nuk ju kisha preferu me bo cirkumcizion, për shkak se fëmijë ka mu fut në anestezion. Prandaj të pyeta, domethënë nuk preferohet. Pak vene në botë e bëjnë cirkumcizion apo synetin që shpequjmë na, lokalisht, me anestezion lokal. Në Kosovë bojnë lokal. Në Kosovë bojnë, Po. fatkeqësisht. E din nga djemtë e mi. Po fatkeqësisht bëhet ajo. Jo që ka ndoj dam, po trauma për pacientin është shumë e madhe. Po. So është traumë për pacientin. E vërtet. Edhe një kohë është mendu që fëmijët e vegjël nuk e kanë ndjesinë e dhimbjes si të rritunit. Ajo teori ka ra poshtë moti. Mbjen. Edhe neonatët, foshnet, ndjenjësinë e ndjenjës të dhimbjes e ka njëjtë si i rrituni. Po, e qartë. Po është mendu që ka, po punimet e fundit tregon që ata e njihnin dhimbjen. Pse ai nuk mundet me artikulua dhimbje, po problem tjetër. Tjetër mohabet, domethënë. Po prap nuk rekomandohet syneti javëmive nëse ai ka retencë të testisit derisa presim një intervenim tjetër, kur mund të bëhen intervenimet brenda një anestezioni. Pacientat të cirkumcizohen apo që bëhen syneti me sedim, jo me anestezion përgjithshëm, ato e kanë domethënë si procedurë shumë jo traumatike, pa traumatike, jo traumatike ta quaj. Nuk marrin asnjë farë traume dhe nuk e kanë një përvojë të hidhur me kontaktin me mjek ose me gjatë asaj periudhe.